Habit mjeku. Hani me njerë një nga këto nënt ushqime dhe i thoni lam të mirë pa gjumësisë. Nëse keni probleme me gjumin, dëshironi të jeni sa më të çlodhur në mëngjesin e nesërm, filloni të konsumoni sipas këshillës së dietologut disa lloje të ushqimeve dhe pijesh që do ju ndihmojnë të flini më mirë dhe të jeni më të çlodhur se zakonisht. Në këtë listë do të mund të shikoni saktësisht se cilat janë ushqimet që të cilat në përditshmërinë tuaj ju japin energji dhe gjithashtu ju ndihmojnë të bëni një gjumë më të lehtë dhe pa probleme të pagjumësisë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sipas ekspertëve të Healthline, këto janë ushqimet më të mira të cilat duhet i keni pjesë të dietave tuaja ditore edhe në betejën kundër problemeve të pagjumësisë. Qumshti, i pasur me nivele të mira të kalciumit tripofanit, qumshti ndihmon të keni një gjumë më të mirë dhe ndihmon gjithashtu në rritjen e prodhimit të melatoninës, hormonit të gjumit. Një gotë me qumësht të ngrohtë para gjumit ju ndihmon që të relaksoheni dhe të përmirësoni shanset për të fjetur më mirë gjatë natës. Bajamet. Këto fruta të thata janë një burim i shkëlqyer i magnezit, i cili luan një rol kyç në relaksimin e muskujve dhe mbi të gjitha në rregullimin e cilësisë së gjumit. Ngrënia e disa bajameve në ditë mund të ndihmojë në promovimin e një gjumi më të mirë gjatë natës, duke ju ndihmuar të jeni më të relaksuar dhe të ndihmoni veten tuaj kundër shqetësimeve të pagjumësisë. Çaji i kamomilit. Çaji i kamomilit është i njohur për vetitë e tij qetësuese. Çaji i kamomilit mund të reduktojë ankthin dhe të nxjisë gjithashtu relaksimin. Ai përmban veti antioksiduese që kanë efekte të mira qetësuese në trup, duke ju ndihmuar të relaksoheni dhe të bini në gjumë më mirë. Kivi gjithashtu është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm ushqyes që mund të japë rezultate mjaft të mira kundër shqetësimeve të pagjumësisë. Ky frut i vogël, i mbushur gjithashtu me nivele të larta të lëndëve ushqyese, do të ndihmojë edhe fal antioksidantëve që ka dhe ndihmon serotoninën të përmirësojë cilësinë tuaj të gjumit. Jo vetëm kaq, por kivi është i mirë për njerëzit që vuajnë nga kapsllëku dhe problemet të tretjes. Presioni i lartë i gjakut dhe astma mund të menaxhohen dhe mund të mbahen më mirë nën kontroll me përdorimin e këtij ushqimi. Arrat gjithashtu janë një përzgjedhje e lartë ushqyese që mund të mbajnë larg shqetësimet që sjell pagjumësia. Në listën e dietologëve futen gjithashtu edhe arrat. Ato janë të pasura me elemente shumë të mirë të melatoninës që ndihmon drejt për së drejti në ciklet tuaja të gjumit. Ngrënia e një grushti me arra çdo ditë mund të përmirësojë cilësinë tuaj të gjumit dhe të mbajë larg gjithashtu problemet të pagjumësisë dhe të ndihmojë në mbajtjen normale të ritmeve të cilësisë së jetës. Në dietën tuaj për një gjumë më të mirë mund të përfshini edhe konsumin e bananeve. Bananet janë të pasura me nivele të mira të kaliumit, element të magnezit të cilat relaksojnë muskujt dhe nervat. Ato përmbajnë gjithashtu nivele shumë të mira të tripofanit, i cili ndihmon trurin tuaj në prodhimin e serotoninës dhe melatoninës, hormone këto duke nxitur thellësinë e gjumit dhe duke ndihmuar trupin të relaksohet më mirë gjatë natës. Në dietën tuaj mund të shtoni spinaqin. Kjo perime jeshile është e pasur me magnez, i cili, në mënyrë natyrale, relakson nervat dhe muskujt, për të qetësuar trupin dhe për të nxitur gjithashtu një gjumë më të mirë gjatë natës. Magnezi mund të ndihmojë organet tuaja cilësore dhe të parandalojë edhe ngërçet e këmbëve, i cili ndihmon trupin të prodhojë elementin e tripofanit, duke ju ndihmuar të relaksoheni më mirë gjatë natës dhe t'i thoni lëm të mirë problemeve të pagjumësisë. Në dietën tuaj, në rast se vuani nga pagjumësia, mund të përfshini gjithashtu edhe qershit. Qershit janë një ushqim fantastik që ndihmon të flini më mirë gjatë natës. Ato përmbajnë nivele shumë të mira të melatoninës, element të mirë të antioksidantëve, të cilët do t'japin rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Gjithashtu shkencëtarët nga Universiteti i Luizianës kanë zbuluar se lëngu natyral i qershive ju ndihmon të flini më mirë gjatë natës.
dhe ullumtimet kanë treguar se të anketuarit kanë fjetur mesatarisht 85 minuta më shumë pasi kanë konsumuar të paktën 2 gota me lëng qershie çdo ditë. Në dietën tuaj mund të përfshini edhe konsumin e salmonit. Nëse vuani nga pagjumësia, nuk do t'i ishte keq të mos shtoni në dietën tuaj konsumin e salmonit. Ekspertët thonë se konsumatorët që shtojnë në këtë lloj peshku në dietën e tyre do të kenë rezultate më të mira kundër problemeve të pagjumësisë, do të rrisin rezistencën e trupit dhe do të parandalojnë problemet që shkakton pagjumësia në organizmin tuaj. Peshku yndyror, veçanërisht salmoni, është një nga produktet më të pasura me acide yndyrore omega-3, vitaminën D, dhe një kombinim i të dyjave mund të nxjisë edhe një gjumë më të mirë gjatë natës dhe të ndihmojë organizmin tuaj në betejën kundër problemeve të pagjumësisë. Bajamet dhe arrat gjithashtu mund të shtohen fare lehtë në dietën tuaj. Bajamet dhe arrat janë të pasura me nivele shumë të mira të melatoninës. Gjithashtu ato janë të pasura me magnez dhe kalcium, minerale që relaksojnë muskuj dhe gjithashtu japin rezultate të kënaqshme ushqyese në betejën kundër komplikacioneve dhe rrisin gjithashtu rezistencën e organizmit. Çajrat bimor janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në mbrojtjen e organizmit dhe jo vetëm. Çaji i kamomilit përmban doza të larta të apigeninës. Nga ana tjetër, flavonoidet zvogëlojnë inflamacionin dhe gjithashtu ndihmojnë në trupin tuaj të relaksohet më mirë dhe të japë fund problemeve të pagjumësisë. Ato zvogëlojnë efektet e pagjumësisë dhe ndihmojnë organizmin t'i bëjë ballë këtyre shqetësimeve. Duke kombinuar dietën e duhur ushqyese, atëherë do të keni rezultate mjaft të mira kundër problemeve të pagjumësisë. Orizi i bardhë mund të jetë një tjetër produkt që mund të ofrojë shumë përfitime në rastin tuaj specifik. Për shkak të niveleve të larta të elementit të glikemisë, orizi promovon cilësinë tuaj të gjumit. Studimet tregojnë se përfshirja e produkteve të tilla në dietën tuaj ditore gjatë vakteve të mbrëmjes mund t'japë rezultate mjaft të mira kundër problemeve të pagjumësisë. Qershit, gjithashtu edhe lëngu i qershive mund t'japë rezultate fantastike në cilësinë tuaj të gjumit dhe të mbajë larg problemet e pagjumësisë. Qershit janë të pasura me fibra dhe antioksidan, gjithashtu përmbajnë nivele shumë të mira të vitaminave dhe mineraleve, të cilat do t'japin rezultate të mira në luftën kundër problemeve të pagjumësisë. Ato do të ulin problemet e inflamacionit dhe do të rrisin rezistencën e organizmit tuaj. Për sa kohë konsumoni qershit dhe lëngun e tyre në dietën tuaj, do të përgatiteni të keni një gjumë më cilësor dhe t'i thoni lam të mirë pagjumësisë. Bollguri. Tërshëra përmban edhe triptofan, gjithashtu është e pasur me vitaminën B3, e cila ndihmon në prodhimin e serotoninës. Kjo ndihmon gjithashtu edhe në një mbrojtje më të mirë kundër problemeve të kolesterolit dhe është adekuate edhe si një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese kundër këtyre komplikacioneve. Për sa kohë rregulloni dietën tuaj, aq më shumë përfitime do të keni në betejën kundër problemeve të pagjumësisë. Mjalti gjithashtu është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj specifik. Sipas ekspertëve, një sasi e vogël e mjaltit në recetat tuaja ditore ose një lugë mjaltë çdo ditë në vaktin e mbrëmjes do t'i japë rezultate fantastike në betejën kundër pagjumësisë dhe rritjen e rezistencës së organizmit tuaj. Mjalti është një përzgjedhje fantastike në cilësinë tuaj të gjumit, gjithashtu edhe në lehtësimin e problemeve të ngjashme. Për sa kohë konsumoni produktet e duhura në dietën tuaj, aq më pak probleme pagjumësie do të keni. Gjithashtu në dietën tuaj mund të shtoni çajrat bimor. Zëvendësimi i një prej tyre është edhe çaji bimor, gjithashtu mund të jetë një zgjidhje fantastike në dietën tuaj ditore. Çaji bimor i kamomilit kontribon në cilësinë tuaj të gjumit dhe mund të mbajë larg problemet e pagjumësisë, citon Elthiside. Çaji i kamomilit do të reduktojë ndjenjat e ankthit dhe do të përmirësojë cilësinë e gjumit. Përveç se do ju mbajë të qetë gjatë ditëve tuaja stresuese, mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në rastin e pagjumësisë. Sigurohuni të bëni përzgjedhjen e duhur ditore të ushqyesve në dietën tuaj dhe do të keni më pak probleme me cilësinë e dobët të gjumit.
Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.